mbeti në Justinën dhe ta shohim se çfarë ka përgatitur shefi në kuzhinën fantastike të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam Zej Qenova, jam shef i restoranit Petrove. Për sot kemi zgjedhur me përgatit shpageta linguine me midje, me oktapod edhe me karkalesa. Tash fillojna në përgatitjen e shpagetat linguine. Po paraprakisht, të pasta kukes të Frigo Deluxe ja shërben për zirën e makarona shpageta. Dhe më thonë kja i bën në qatë, në momentit që ki ujë që kërë këtë një që kena i të shpagetat. Ne qëtëm shpagetat linguini, dhe sot ka njësë me vru ju edhe ashtë kjetum, edhe të fillojna me pregatit oktapodin, midjet edhe skampin. Qesëm karkalecët, midjet, edhe oktapodin. Gjithmonë krypin e rjan. Edhe fillojna deri sa të skuqen pak, jo edhe shumë. Fillojna ja qesëm edhe pak margarin ose gjak si dëshit thoni. Edhe i përgojna se boshko. Skampit ka njët vetëm të skuqen. Ja qesëm edhe domatina. Qesëm edhe biberzi. Jo edhe shumë. Deri sot të përgatitën të zihen frutat, na kena pasta kukesin, cili shërben për shpagetat apo makaronat apo çfarë do lloj pasti që shërben për me dalë të freskëta dhe të mira. Derisa kjo procedura që kryet, kjo gati vetëm për përfundim me sipër. Shkojna qesëm edhe pak sos. Gjithmonë uji i pastave gjithmonë shërbehet për të mirën e pastave të cilat i kena zina, shpaget linguini apo ndonjë makaron tjetër pastë. Çfarë do lloj qoftë. Shpageta linguini gati vetëm janë të përfundim me sipër, edhe i qesëm të frutat. Qesëm edhe pak salcë. Dikush i qëtë ma shumë, dikush ma pak në varë të shia ose të pregaditja. Gjithmonë servetat e burës na shërbej për pastrimin e durve dhe higjienës të bukur me mojt. Domethënë shpagetat linguini me fruta detet vetëm se kam përfundu, tash fillojna me i servu në pjatë. Kjo ishte receta për sot, besoj që ju ka pëlqy, shimin e hera tjera. Ju bof mirë. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe.